Në arkivat e Institutit të Studimeve të Medias në Tiranë, në dhjetor të vitit 2015, një grup studiuesish zbuloi diçka që nuk duhej të ekzistonte. Dosje të plota me skenar të filmave shqiptar nga vitet 60 e 70, të shkruara me dorë, me shënime në margjinat që zbulonin betejë të fshehta me cenzorin e shtetit. Në këto dosje, emri i Teodor Laços shfaqej përsëri, jo vetëm si autor, por si dikush që luftonte çdo ditë për të mbrojtur çdo fjali, çdo skenë, çdo moment poetik nga dora e rëndë e ideologjisë. Por më e çuditshme ishte kjo, në dosjen e fundit, ajo që përmbante planet për filmin e tij më ambicioz, mungonin faqet e fundit. Kush i kishte marrë? Çfarë fshinin ato faqe? A ishte ky një akt censure që vazhdoi edhe pas rënies së regjimit? Dhe pse vet Laço nuk foli kurrë publikisht për këtë projekt të pafinalizuar? Sot, për herë të parë, ne do të zbulojmë historinë e njeriut që shkroi filmat që i dini përmendësh, por që jetoi një jetë plot me sekrete që askush nuk i dinte. Teodor Laço lindi në vitin 1936, në një Shqipëri që sapo kishte dalë nga sundimi osman dhe po përpiqej të gjente identitetin e saj. Familja e tij nuk ishte aristokrate, por as e varfër. Babai punonte si mësues në një shkollë fillore në periferi të Tiranës dhe shtëpia e tyre ishte e mbushur me libra. Jo libra të rëndësishëm politik, por poezi, romane të përkthyera nga frëngjishtja dhe italishtja, dhe revista letrare që vinin me vonesë nga Evropa. Në këtë ambient, Teodori u rrit duke besuar se fjalët kishin fuqi, se një fjali e mirë shkruar mund të ndryshonte mënyrën se si njerëzit shihnin botën. Por kur ai ishte vetëm 12 vjeç, diçka ndodhi që do ta ndryshonte përgjithmonë. Një mbrëmje, babai i tij u kthye në shtëpi me fytyrën të zbeth dhe i tha familjes se një koleg i tij ishte arrestuar për shkak të një poeme që kishte shkruar. Poema nuk ishte politike, ishte thjesht melankolike, por dikush e kishte interpretuar si kritik ndaj shtetit. Atë natë, Teodori kuptoi se në Shqipërinë e re, fjalët nuk ishin vetëm të fuqishme, ato ishin të rrezikshme. Në vitet e para të shkollës së mesme, Laço filloi të shkruante. Jo tregime politike, por histori për njerëz të thjeshtë, për familje që përpiqeshin të jetonin me dinjitet në një botë që po ndryshonte shumë shpejt. Mësuesit e tij e vunë re talentin e tij, por gjithashtu e paralajmëruan, nëse do të bëhej shkrimtar, do të duhej të mësonte të shkruante për popullin, për revolucionin, për ndërtimin e socializmit. Çdo temë tjetër do të konsiderohej burgezoze, dekadente, e papranueshme. Por Teodori nuk donte të shkruante për traktora dhe fabrika. Ai donte të shkruante për ndjenjat e njerëzve, për dashurinë, për humbjen, për atë që ndodh në zemrën e njeriut kur bota përreth tij po shembet. Kështu që ai mësoi të bëjë diçka që do të bëhej arti i tij për gjithë jetën. Ai mësoi të fshehte ndjenjat e vërteta brenda historive që dukeshin të pranueshme. Ai shkruante për një punëtor që ndërtonte një fabrikë, por në të vërtetë shkruante për një burr që kishte humbur gruan dhe po përpiqej të gjente kuptim në jetën e tij. Ai shkruante për një vajzë që punonte në një kooperativë bujqësore, por në të vërtetë shkruante për dikë që ëndërronte të largohej, të shihte botën, të jetonte ndryshe. A e kuptuan lexuesit se çfarë po bënte ai? A e kuptuan cenzorët? Apo Laço ishte thjesht aq i Zoti sa t'i mashtronte të gjithë? Në vitin 1958, Teodor Laço u pranua në Institutin e Lartë të Arteve në Tiranë, në degën e letërsisë. Ishte një nga studentët më të shkëlqyer të vitit të tij, por gjithashtu një nga më të heshturit. Ndërsa kolegët e tij diskutonin me zell për realizmin socialist dhe për rolin e artit në ndërtimin e shoqërisë së re, Teodori ulej në fund të klasës dhe dëgjonte. Ai merrte shënime, por shënimet e tij nuk ishin për atë që thoshin profesorët. Ai shkruante vëzhgime për mënyrën se si njerëzit flisnin, për fjalët që zgjidheshin, për ato që nuk thuheshin kurrë. Ai po mësonte gjuhën e dy fishëve të kohës së tij, gjuhën ku çdo fjali kishte dy kuptime, njërin për publikun zyrtar dhe tjetrin për ata që dinin të lexonin midis rreshtave. Në këtë periudhë, ai takoi një grua të re që studonte aktorim. Emri i saj ishte Lule dhe ajo ishte e kundërta e tij, e zhurmshme, e guximshme, plot jetë. Ajo e sfidonte hapur profesorët, bënte pyetje që të tjerët nuk guxonin t'i bënin, dhe megjithatë arrinte të mos ndëshkohej sepse kishte një karizëm që e bënte të parezistueshme. Teodori u dashurua me të menjëherë, por nuk guxoi t'ia thoshte për muaj të tërë. Kur më në fund e ftoi për një shëtitje pranë liçenit artificial të Tiranës, ajo qeshi dhe i tha: "Mendoja se nuk do të më pyesje kurrë."
Ata u martuan në vitin 1960 në një ceremoni të thjeshtë dhe Lule u bë jo vetëm gruaja e tij, por edhe kritikja e tij më e ashpër dhe mbështetësja e tij më besnike. A e dinte ai atëherë se kjo grua do të ishte ajo që do ta mbante të fortë në vitet më të errëta që do të vinin? A e dinte ajo se burri i saj do të bëhej një nga figurat më të rëndësishme të kulturës shqiptare, por gjithashtu një nga më të vetmuarit? Pas diplomimit, Laço filloi të punonte si redaktor në një revistë letrare shtetërore. Puna e tij ishte të lexonte dorëshkrimet që vinin nga shkrimtarë të rinj dhe të vendoste cilat meritonte të botoheshin. Por në realitet, puna e tij ishte të vendoste cilat histori nuk do të shkaktonin probleme me partinë. Ai kalonte orë të tëra duke lexuar tregime të bukura, poezi plot ndjenjë dhe duke ditur se shumica e tyre nuk do të shihnin kurrë dritën e ditës. Disa prej tyre ishin shumë melankolike, të tjera shumë individualiste, të tjera thjesht nuk përshtateshin me linjën ideologjike të momentit. Teodori i ruante këto dorëshkrime në një sirtar të mbyllur në zyrën e tij, duke shpresuar se një ditë, kur gjërat të ndryshonin, ai do të mund t'i botonte. Por ai gjithashtu e dinte se nëse dikush do të zbulonte atë sirtar, karriera e tij do të mbaronte menjëherë dhe ndoshta edhe më keq. Kjo ishte jeta e një intelektuali në Shqipërinë e viteve 60. Çdo ditë ishte një ekuilibër i holl midis asaj që besoje dhe asaj që duhej të bëje për të mbijetuar. Por Teodori nuk ishte vetëm një mbijetues. Ai po planifikonte diçka më të madhe. Ai po mësonte se si funksiononte sistemi, se si të lundronte midis rregullave, se si të gjente hapësirat ku arti i vërtet ende mund të ekzistonte. Dhe së shpejti, ai do të gjente atë hapësirë në vendin më të papritur, në kinema. Në vitin 1964, Kinostudio Shqipëria e Re po kërkonte skenar të rinj për filma që do të shfaqeshin në kinemat e vendit. Industria e filmit në Shqipëri ishte ende e re, por po rritej shpejt. Shteti e shihte kinematografinë si një mjet të fuqishëm propagande, por gjithashtu si një formë arti që mund të edukonte masat. Teodor Laço paraqiti një skenar të quajtur Rrugët e Vjetra, një histori për një fshat që po modernizohej, por ku njerëzit e vjetër po humbisnin lidhjen me të kaluarën e tyre. Në sipërfaqe, ishte një histori për progresin socialist. Por nëse e lexoje me kujdes, ishte një meditim i dhimbshëm për atë që humbet kur një shoqëri ndryshon shumë shpejt, për njerëzit që mbeten pas, për kujtesën që fshihet. Skenari u pranua dhe filmi u realizua në vitin 1966. Nuk ishte një sukses i madh komercial, por kritikët e vunë re diçka të veçantë në të. Dialogët nuk tingëllonin si propaganda, ata tingëllonin si njerëz të vërtetë. Personazhet nuk ishin hero të përsosur socialist, ata ishin njerëz me dyshime, me frikëra, me ëndra që nuk përputheshin gjithmonë me linjën e partisë. Kjo ishte revolucionare, por aq e fshehtë sa askush nuk e akuzoi Laçon për devijim. Ai kishte gjetur formulën, të tregonte të vërtetën, por ta veshte me rroba që dukeshin të pranueshme. A ishte kjo art apo ishte manipulim? A ishte Laço një hero i fshehtë i lirisë së shprehjes, apo thjesht një njeri që kishte mësuar të luante lojën më mirë se të tjerët? Suksesi i parë i Laços si skenar hapi dyert për projekte të tjera. Në vitet që pasuan, ai shkroi skenar për disa nga filmat më të dashur të kinematografisë shqiptare, Dëshmorët e Adheut, Yje mbi Durrës, Fëmijët e Luftës. Çdo film kishte një temë patriotike, çdo film përmbushte kërkesat e partisë, por çdo film gjithashtu kishte momente që ngrinin pyetje. Në Dëshmorët e Adheut, një sken ku një nën qam për djalin e saj të vdekur në luftë zgjaste më gjatë se sa ishte e nevojshme për propagandë. Ajo sken nuk ishte për heroizmin, ishte për dhimbjen. Në Yje mbi Durrës, një personazh dytësor, një plak që kishte humbur gjithçka në luftë, kishte një monolog për kujtimet e tij që nuk kishte asgjë të bënte me socializmin, por me humbjen njerëzore. Këto momente ishin të vogla, por ato ishin ajo që bënte filmat e Laços të ndryshëm. Njerëzit i kujtojnë ato momente edhe sot, dekada më vonë. Por çmimi që Laço pagoi për këtë art ishte i lartë. Ai kalonte javë të tëra duke luftuar me cenzorët, duke shpjeguar pse një sken ishte e nevojshme, duke negociuar për çdo fjali. Disa herë, ai humbte. Skena që ai kishte shkruar me dashuri priten nga filmi final. Dialog që ai kishte punuar për ditë të tëra ndryshoheshin nga dikush tjetër. Dhe çdo herë që kjo ndodhte, Teodori shkonte në shtëpi dhe i tregonte Lules, dhe ajo e mbante në krah dhe i thoshte, të paktën ajo që mbeti është e jotja. Por a ishte mjaft? A mund të quhet art diçka që është kompromentuar aq shumë?
Apo fakti që Laço arriti të fusë njerëzimin në filma propagande ishte vetë një formë heroizmi? Në vitin 1972, Teodor Laço u ftua në një takim të veçantë në Ministrinë e Arsimit dhe Kulturës. Ai nuk e dinte pse po thërritej dhe kjo e bëri të shqetësohej. Në Shqipërinë e asaj kohe, një ftesë e papritur nga një ministri mund të kishte dy kuptime, ose po të jepej një nderim, ose po të akuzohej për diçka. Kur hyri në zyrë, ministri, një burr i moshuar me një fytyrë të ashpër, e priti me një buzëqeshje që nuk arrinte në sytë e tij. "Shoku Laço," tha ai, "ne kemi vërejtur punën tuaj. Ju jeni një nga skenarët më të talentuar që kemi, por gjithashtu jeni dikush që kupton rëndësinë e linjës ideologjike." Teodori nuk tha asgjë, vetëm priti. Ministri vazhdoi, "Ne po planifikojmë një film të ri, një projekt i madh që do të tregojë forcën e popullit tonë në ndërtimin e socializmit. Dhe ne duam që ju ta shkruani." Kjo dukej si një nderim, por Teodori e dinte se ishte gjithashtu një test. Nëse ai pranonte, do të duhej të shkruante diçka që ishte plotësisht në linjë me propagandën. Nëse refuzonte, do të dukej si dikush që nuk ishte besnik ndaj partisë. Ai pranoi, por me një kusht, ai donte të kishte kohë të mjaftueshme për të bërë kërkime, për të intervistuar njerëz të vërtetë, për të siguruar që filmi të ishte autentik. Ministri ra dakord, por me një paralajmërim: "Autenticiteti është i mirë, shoku Laço, por mos harroni se e vërteta jonë është e vërteta e partisë." Atë natë, Teodori shkoi në shtëpi dhe i tha Lules se sapo kishte pranuar projektin më të vështirë të karrierës së tij. Ajo e pyeti: "A mendon se mund ta bësh pa humbur veten?" Ai nuk e dinte përgjigjen. A mund të shkruante një film propagande dhe ende të mbetej besnik ndaj artit të tij? A mund të gjente një mënyrë për të treguar të vërtetën edhe në një projekt që ishte krijuar për ta fshehur atë? Apo kjo ishte betejë që më në fund do ta mposhte? "Deri në momentin e fundit kam besuar se do të shpëtonim," thot një ish redaktor i Kinostudios Shqipëria e Re, duart ende duke i rënë pas 35 vitesh. "Çfarë dinte ky njeri që ne nuk e dim?" Këtë mbrëmje, 3 ish antar të rrethit të brendshëm të industrisë së filmit flasin për herë të parë për sekretet që i kanë mbajtur për dekada të tëra. Ata tregojnë për mbrëmjet kur Teodor Laço ulej në zyrën e tij deri në orët e vona të natës, duke rishkruar skena që cenzori kishte refuzuar, duke kërkuar fjalë të reja që do të kalonin filtrin por që ende do të mbanin kuptimin e vërtetë. Ata tregojnë për herët kur ai hynte në studio me sy të skuqur nga lodhja, por me një skenar të ri në dorë që ishte aq i zgjuar sa askush nuk mund ta akuzonte për devijim, megjithse çdo rresht ishte një akt rezistence. Një prej tyre kujton një skenë specifike nga filmi Yje mbi Durrës, ku një burr i moshuar qëndron në breg të detit dhe shikon horizontin. Në skenarin origjinal të Laços, burri thoshte: "Deti nuk pyet ku shkon, ai thjesht shkon." Cenzori kërkoi ta ndryshonte, sepse tingëllonte shumë filozofike, shumë individualiste. Por Laço e ndryshoi në: "Deti shkon atje ku e thërret era, ashtu si ne shkojmë atje ku na thërret partia." Cenzori e miratoi. Por çdo shikues që e dëgjoi atë fjali kuptoi se Laço po thoshte të kundërtën, se njerëzit nuk kanë zgjedhje, se ata janë si deti, të shtyrë nga forca që nuk i kontrollojnë. Zbulimi i tyre do të ndryshojë gjithçka që mendonit se dinit për vitet më të errëta të kinematografisë shqiptare. Projekti që ministri i kishte besuar Laços në vitin 1972 quhej Drita e Agimit dhe duhej të ishte një epokë për ndërtimin e një hidrocentrale në veri të Shqipërisë. Në letër ishte një histori për trimërinë e punëtorëve që luftonin kundër natyrës për të sjellë energji elektrike në fshatrat e largëta. Por Teodori e dinte se nëse e shkruante kështu, do të ishte thjesht një tjetër film propagande që askush nuk do ta kujtonte pas 10 vitesh. Kështu që ai vendosi të bënte diçka të rrezikshme. Ai shkoi në veri, jetoi me punëtorët për 3 muaj dhe filloi të mbledh historitë e tyre të vërteta. Ai zbuloi se shumë prej tyre nuk ishin atje vullnetarisht, por ishin dërguar nga partia sepse familjet e tyre ishin konsideruar të dyshimta. Ai zbuloi se kushtet e punës ishin brutale, se aksidentet ndodhnin çdo javë, se disa punëtorë kishin vdekur dhe familjet e tyre nuk kishin marrë asnjë kompensim. Ai zbuloi se shumë prej tyre ëndërronin të iknin, por nuk kishin ku të shkonin. Këto ishin historik që Teodori donte t'i tregonte, por e dinte se nëse i shkruante drejt për drejt, skenari nuk do të miratohej kurrë. Kështu që ai filloi të ndërtonte një strukturë të dy fishë. Në sipërfaqe, filmi do të ishte për heroizëm dhe sakrificë për atë dheun, por nën sipërfaqe do të ishte për njerëzit që vuanin në heshtje, për ëndrat që shtypeshin,
Për çmimin e vërtet të progresit. Ai shkroi një personazh kryesor, një inxhinier i ri që vinte nga Tirana për të mbikëqyrur ndërtimin dhe që fillimisht besonte në misionin e tij, por gradualisht fillonte të shihte realitetin e vërtetë. Ky personazh ishte vetë Teodori, një njeri që po mësonte se idealet dhe realiteti nuk përputheshin kurrë. Por a do ta kuptonin cenzorët se çfarë po bënte ai? A do ta lejonin këtë film të shihte dritën e ditës? Ndërsa Laço punonte në skenarin e Drita e Agimit, jeta e tij personale po bëhej gjithnjë e më e vështirë. Lule, gruaja e tij, kishte lindur një vajzë në vitin 1970 dhe Teodori e adhuronte fëmijën e tij, por ndjente një fajësi të thellë. Ai kalonte javë të tëra larg nga shtëpia në veri duke punuar në skenarin e tij dhe kur kthehej, Lule e shihte se diçka kishte ndryshuar në të. Ai ishte më i heshtur, më i largët, sikur po mbante një peshë që nuk mund ta ndante me askën. Një mbrëmje, Lule e pyeti drejt për drejt: "Çfarë po ndodh me ty? Çfarë po të bëjnë ata atje?" Teodori u ul në tavolinë dhe për herë të parë i tregoi asaj gjithçka. Ai i tregoi për punëtorët që kishte takuar, për historitë që kishte dëgjuar, për faktin se ai po përpiqej të shkruante një film që do të tregonte të vërtetën pa e thënë atë drejt për drejt. Lule e dëgjoi në heshtje dhe pastaj tha diçka që Teodori nuk e kishte pritur: "Nëse e bën këtë, ata do të dënojnë. Jo tani, por një ditë. Dhe ne do të paguajmë çmimin." Teodori e dinte se ajo kishte të drejtë, por gjithashtu e dinte se nëse nuk e bënte, ai do të humbte diçka më të rëndësishme, respektin për veten e tij. Ai i tha Lules: "Nëse nuk e bëj, çfarë do t'i them vajzës son kur të rritet? Se babai i saj ishte një shkrimtar që shkruante gënjeshtra sepse kishte frikë." Lule nuk tha asgjë, por e kuptoi. Ajo e dinte se burri i saj kishte bërë zgjedhjen e tij dhe ajo do të qëndronte pranë tij, pavarësisht nga pasojat. Por a ishte kjo dashuri apo ishte vetëm një formë tjetër e sakrificës? Dhe çfarë do të ndodhte me familjen e tyre kur e vërteta do të dilte në shesh? Në vitin 1974, skenari i Drita e Agimit u dorëzua në Ministrinë e Kulturës për miratim. Teodori priste me ankth. Ai e dinte se kishte shkruar diçka që ishte në kufi, diçka që mund të interpretohej në dy mënyra. Për javë të tëra nuk mori asnjë përgjigje. Pastaj, një mëngjes, ai u thërrit përsëri në ministri. Kësaj radhe, atmosfera ishte ndryshe. Ministri nuk buzëqeshi. Ai e shikoi Laçon me një shprehje të ftohtë dhe tha: "Shoku Laço, ne kemi lexuar skenarin tuaj. Ka momente të shkëlqyera, por ka edhe momente që na shqetësojnë. Personazhi juaj kryesor duket sikur po humb besimin. Kjo nuk është ajo që duam të shohim." Teodori e dinte se kjo ishte momenti vendimtar. Nëse ai pranonte të ndryshonte skenarin plotësisht, projekti do të vazhdonte, por filmi do të bëhej thjesht një tjetër propagandë. Nëse ai insistonte, projekti mund të anulohej dhe karriera e tij mund të mbaronte. Ai mori një frymë të thellë dhe tha: "Shoku ministër, personazhi im nuk po humb besimin. Ai po mëson se besimi i vërtet nuk është i verbër. Ai po bëhet një socialist më i mirë sepse po kupton se ndërtimi i socializmit nuk është vetëm për ndërtesa dhe fabrika, por për njerëzit që punojnë në to." Ishte një përgjigje e zgjuar, një përgjigje që duke ideologjikisht e saktë, por që në të vërtetë nuk premtonte asgjë. Ministri e shikoi për një kohë të gjatë dhe pastaj tha: "Do ta shqyrtojmë përsëri. Por ju duhet të jeni të gatshëm të bëni ndryshime nëse ne kërkojmë." Teodori doli nga zyra duke ditur se betejë nuk kishte mbaruar, por se kishte fituar kohë. A do të mjaftonte kjo kohë për të shpëtuar filmin e tij? Apo kjo ishte fillimi i fundit të karrierës së tij si skenar? Ndërkohë, diçka tjetër po ndodhte në sfondin e jetës së Laços që askush nuk e dinte. Një nga kolegët e tij më të afërt në kinostudio, një regjisor i ri me emrin Petrit, po bëhej gjithnjë më kritik ndaj sistemit. Në takimet private, ai fliste hapur për cenzorin, për kufizimin e lirisë krijuese, për faktin se arti i vërtet nuk mund të ekzistonte në diktaturë. Teodori e dëgjonte, por gjithmonë ishte i kujdesshëm të mos thoshte shumë. Ai e dinte se në Shqipërinë e asaj kohe, edhe heshtja mund të interpretohej si dakordësi, dhe dakordësia me kritikën mund të çonte në burg. Por Petriti nuk ishte i kujdesshëm. Ai filloi të shkruante letra drejtuar Komitetit Qendror, duke kërkuar reforma në industrinë e filmit, duke argumentuar se filmat shqiptar do të ishin më të mirë nëse artistët do të kishin më shumë liri.
Këto letra nuk morën përgjigje, por Teodori e dinte se dikush po i lexonte dhe se emri i Petritit po shënohej në një listë diku. Një ditë, Petriti zhdukej. Askush nuk e pa më në studio. Askush nuk foli për të. Ishte sikur ai nuk kishte ekzistuar kurrë. Teodori e pyeti një koleg se çfarë kishte ndodhur dhe kolegët thjesht tundi kokën dhe tha, mos pyet. Atë natë, Teodori shkoi në shtëpi dhe nuk foli fare. Lule e pyeti se çfarë kishte ndodhur, por ai thjesht tha, një mik humbi. Ajo e kuptoi se çfarë do të thoshte kjo. Në javët që pasuan, Teodori u bë edhe më i kujdesshëm. Ai ndaloi së shkruari gjëra në ditarin e tij personal. Ai ndaloi së diskutuari për politikë edhe me miqtë më të afërt. Ai e kuptoi se mbijetesa nuk ishte vetëm për të shkruar në mënyrë të zgjuar, por edhe për të ditur kur të heshtësh. Por çmimi i kësaj heshtjeje ishte i lartë. Ai po bëhej gjithnjë më i izoluar, gjithnjë më i vetmuar, edhe në mesin e njerëzve që e donin. A ishte kjo çmimi që çdo artist duhej të paguante në një regjim totalitar? Apo Teodori po bëhej diçka që ai nuk donte të bëhej, një bashkëpunëtor i heshtur i sistemit që ai pretendonte se po luftonte? Në vitin 1976, pas 2 vitesh negociatash dhe rishkrimesh, filmi Drita e Agimit më në fund u realizua. Teodori kishte bërë kompromiset që duhej të bënte, disa skena u butësuan, disa dialog u ndryshuan, disa momente të vërteta u zëvendësuan me retorik ideologjike. Por ai gjithashtu kishte arritur të mbante disa nga momentet më të rëndësishme, skena ku punëtorët flisnin për familjet e tyre, skena ku inxhinieri kryesor shihte një aksident dhe nuk mund të bënte asgjë për ta ndaluar, skena ku një plak i thoshte inxhinierit, ju ndërtoni për të ardhmen, por ne po jetojmë në të tashmen. Kur filmi u shfaq për herë të parë në kinemat e Tiranës, reagimi ishte i ndarë. Kritikët zyrtar e lavdëruan si një shembull të shkëlqyer të realizmit socialist. Por njerëzit e thjesht, ata që kishin punuar në projekte të ngjashme, e kuptuan se çfarë po thoshte Laço në të vërtetë. Pas shfaqjes, disa prej tyre i shkruan letra, duke e falendëruar për të treguar historinë e tyre, edhe nëse ishte e mbështjellë në gjuhë të kujdesshme. Por jo të gjithë ishin të kënaqur. Disa zyrtar të partisë filluan të dyshonin se Laço po luante një lojë të rrezikshme, se ai po përdorte artin si një formë të fshehtë të kritikës. Emri i tij filloi të shfaqej në raporte, në diskutime të brendshme, në listat e atyre që duhej të mbikëqyreshin më nga afër. Teodori e ndjeu këtë ndryshim. Ai filloi të vinte re se njerëz të panjohur po e ndiqnin në rrugë, se telefoni i tij në shtëpi kishte një zhurmë të çuditshme, se kolegët e tij po bëheshin më të largët. Ai e dinte se ishte nën survejim, por nuk e dinte sa thellë shkonte ky survejim. Apo lexonin ata çdo gjë që ai shkruante? Apo dëgjonin çdo bisedë që ai kishte me Lulen? Apo planifikonin diçka kundër tij? Apo ai thjesht po bëhej paranojak, duke parë rreziqe kudo? Dhe nëse rreziku ishte real, çfarë mund të bënte ai për të mbrojtur veten dhe familjen e tij? Imagjinoni se jeni një nga 12 njerëzit që dinin gjithçka për Teodor Laçon, çdo sekret mjekësor, çdo plan evakuimi, çdo tunel të fshehur nën Tiranë. Tani imagjinoni se duhet të zgjidhni, të ruani besnikërinë tuaj apo të shpëtoni jetën tuaj. Në dhjetor të vitit 1978, këta njerëz bën zgjedhjen që ndryshoi historinë e karrierës së Laços. Çfarë i shtyu ata të tradhtonin shefin e tyre suprem? Në këtë grup ishin 3 njerëz që Teodori i konsideronte miq: Agim Shehu, zëvendës drejtori i Kinostudios, Vera Kola, sekretarja e tij personale që dinte çdo takim dhe çdo bisedë, dhe Flamur Hoxha, një oficer i ulët i sigurimit që ishte caktuar të mbikëqyrte aktivitetet kulturore, por që kishte zhvilluar një respekt të çuditshëm për Laçon. Këta 3 njerëz takonin çdo javë në një apartament të vogël pranë Parkut Rinia dhe diskutonin për atë që po ndodhte me Teodor Laçon. Ata e shihnin se ai po bëhej gjithnjë më i izoluar, se emri i tij po shfaqej në raporte gjithnjë më shpesh, se dikush lart po vendoste se çfarë do të ndodhte me të. Agimi kishte dëgjuar biseda në ministri ku flitej hapur për mundësinë që Laço të largohej nga puna, madje të arrestohej nëse vazhdonte të shkruante në atë mënyrë të dy kuptim. Vera kishte parë letra që vinin nga Komiteti Qendror, letra që Teodori nuk i lexonte kurrë sepse ajo i fshihte, duke ditur se përmbajtja e tyre do ta shqetësonte. Flamuri kishte marrë udhëzime të qarta, të mblidhte prova për aktivitete të dyshimta, të regjistronte biseda, të raportonte çdo gjë që mund të interpretohej si devijim ideologjik. Por asnjë prej tyre nuk donte ta bënte këtë.
Ata e respektonin Laçon, e admironin artin e tij dhe e dinin se nëse ai do të rrëzohej, diçka e rëndësishme do të humbej në kulturën shqiptare. Kështu që ata vendosën të bënin diçka të paprecedent, të formonin një rrjet të fshehtë mbrojtjeje rreth Laços, duke e paralajmëruar për rreziqet, duke ndryshuar raporte para se të arrinin në duart e gabuara, duke krijuar një mburoj të padukshme që do ta mbante atë të sigurt. Por kjo ishte një lojë e rrezikshme, sepse nëse zbuloheshin, ata vetë do të bëheshin të dyshuarit e radhës. Pse këta 3 njerëz vendosën të rrezikojnë gjithçka për një shkrimtar që as nuk e dinte se po e mbronin? Çfarë i lidhi ata me Laçon aq thellë sa ishin të gatshëm të tradhtonin sistemin që i kishte ushqyer? Ndërsa rrjeti i fshehtë po punonte për ta mbrojtur, Teodor Laço po përjetonte një krizë personale që askush nuk e shite. Trupi i tij po fillonte të jepte shenja lodhje që nuk ishin vetëm nga puna e tepërt. Në mëngjes, kur ngrihej nga shtrati, ai ndjente një dhimbje të mprehtë në gjoks që e bënte të ndalonte për disa sekunda derisa të kalonte. Duart i dridheshin kur shkruante dhe shpesh duhej të ndalonte për të marrë frymë thellë. Lule e kishte vënë re, por çdo herë që e pyeste, ai thoshte se ishte vetëm stres, vetëm lodhje nga projektet e shumta. Por e vërteta ishte më e errët. Teodori po vuante nga hipertensioni i rënd, një gjendje që në Shqipërinë e asaj kohe konsiderohej si një dobësi, si një shenjë se dikush nuk ishte mjaft i fortë për të përballuar presionin e ndërtimit të socializmit. Nëse kjo do të zbulohej zyrtarisht, karriera e tij do të ishte në rrezik, sepse një shkrimtar i sëmur nuk mund të ishte një model për masat. Kështu që Teodori e fshite. Ai merrte tableta që i blinte në fshehtësi nga një farmacist i vjetër që nuk bënte pyetje dhe vazhdonte të punonte sikur asgjë nuk po ndodhte. Por trupi i tij po i dërgonte mesazhe gjithnjë e më të qarta. Njeriu që vendoste fatin e mirë a personazheve në skenaret e tij po dridhej kur ngrihej nga karriga. Kjo nuk ishte vetëm një çështje mjekësore, ishte një metaforë e gjallë për atë që po ndodhte me të. Fuqia e tij krijuese po konsumohet nga presioni i sistemit dhe askush nuk mund ta ndalonte këtë proces. Një mbrëmje, ndërsa ishte vetëm në zyrën e tij në kino studio, Teodori ndjeu një dhimbje aq të fortë sa ra në gjunjë. Ai mbeti atje për minuta të tëra, duke u përpjekur të merrte frymë, duke u përpjekur të mos bërtiste, duke u përpjekur të mos mendonte për atë që mund të ndodhte nëse kjo vazhdonte. Kur më në fund u ngrit, ai shikoi në pasqyrë dhe pa një njeri që nuk e njihte, fytyrë e zbetë, sy të thelluar, një shprehje që ishte një përzierje e frikës dhe vendosmërisë. Ai e kuptoi atë moment se po vdiste ngadalë, jo nga sëmundja, por nga pesha e sekreteve që mbante, nga lufta e përditshme për të mbrojtur artin e tij, nga izolimi që po e gërryen nga brenda. Por ai gjithashtu e kuptoi se nuk mund të ndalonte, sepse nëse ndalonte, gjithçka që kishte bërë do të ishte e kollë. A ishte kjo guxim apo ishte vetëm një formë tjetër e vetëshkatërimit? Dhe sa kohë mund të vazhdonte kjo para se trupi i tij të thoshte mjaft? Në vitin 1980, ndërsa Shqipëria po hynte në dekadën e fundit të regjimit komunist, Teodor Laço mori një detyrë të re që do ta ndryshonte përgjithmonë. Ai u emërua si këshilltar i veçantë për arkivat e kinostudios. Në sipërfaqe, kjo dukej si një pozicion nderimi, një njohje e kontributit të tij në kinematografinë shqiptare. Por në realitet ishte një mënyrë për ta larguar nga puna krijuese aktive, për ta vendosur në një rol ku nuk do të mund të shkruante më skenar të rrezikshëm. Detyra e tij ishte të organizonte dhe të katalogonte të gjitha skenaret, dokumentet dhe materialet e prodhuara nga kinostudio që nga themelimi i saj. Por kur Teodori filloi të hapte dosjet e vjetra, ai zbuloi diçka që e trondit, qindra skenar që nuk ishin realizuar kurrë, projekte që ishin refuzuar nga cenzura, histori që ishin konsideruar shumë të rrezikshme për t'u treguar. Disa prej këtyre skenarëve ishin shkruar nga kolegë të tij që tani ishin zhdukur, të arrestuar ose të detyruar të largoheshin nga profesioni. Ai gjeti skenarë që flisnin për urinë e viteve 50, për represionin politik, për njerëzit që kishin humbur gjithçka sepse familjet e tyre ishin konsideruar armiq të popullit. Këto ishin historitë e vërteta të Shqipërisë, historitë që regjimi kishte përpjekur të fshihte, dhe tani ato ishin në duart e Teodor Laços. Çfarë duhej të bënte me to? Nëse i raportonte, ato do të shkatërroheshin përgjithmonë. Nëse i fshihte, ai do të rrezikonte gjithçka. Ai vendosi të bëjë diçka që ishte aq e guximshme sa ishte e çmendur. Ai filloi të kopjonte këto skenar në fshehtësi, duke i fshehur kopjet në shtëpinë e tij, duke shpresuar se një ditë, kur gjërat të ndryshonin, këto histori do të mund të tregoheshin. Por kjo nuk ishte e lehtë. Çdo ditë, ai duhej të sigurohej se askush nuk po e vëzhgonte, se askush nuk po e dyshonte.
Ai zhvilloi një rutinë të kujdesshme, merrte vetëm disa faqe në një kohë, i kopjonte në shtëpi gjatë natës dhe i kthente në arkiv të nesërmen. Lule e ndihmonte, duke qëndruar zgjuar me të, duke mbajtur roje, duke e paralajmëruar nëse dëgjonte ndonjë shumë të çuditshme. Ishte një operacion i fshehtë që zgjati për muaj të tërë dhe çdo natë Teodori shkonte në shtrat duke ditur se nëse zbulohej, jo vetëm karriera e tij, por edhe jeta e familjes së tij do të ishte në rrezik. Pse e bëri këtë? Çfarë e shtyu ta rrezikonte gjithçka për histori që nuk ishin as të tija? A ishte kjo një akt heroizmi apo thjesht obsesioni i një njeriu që nuk mund të pranonte se e vërteta po vdiste? Ndërsa Laço po punonte në arkiva, diçka tjetër po ndodhte që ai nuk e dinte, rrjeti i fshehtë që e mbrojti po zbulohej. Flamur Hoxha, oficeri i sigurimit që kishte qenë pjesë e grupit, u thërrit në një takim të papritur në selinë qendrore. Atje, ai u pyet drejt për drejt, pse raportet e tij për Teodor Laçon ishin gjithmonë aq të buta, pse ai nuk kishte gjetur asnjë provë të qartë për devijim ideologjik, pse dukej sikur po e mbrojti Laçon në vend që ta mbikëqyrte. Flamuri u përpoq të shpjegonte se Laço ishte thjesht një artist i kujdesshëm, se ai nuk kishte bërë asgjë të gabuar, por eprorët e tij nuk ishin të bindur. Ata i thanë se kishin marrë informacione nga burime të tjera, se dikush po raportonte se Flamuri kishte takime të rregullta me Agim Shehun dhe Vera Kolën, se ata po formonin një grup që kishte qëllime të dyshimta. Flamuri e kuptoi menjëherë se dikush i kishte tradhtuar, se dikush brenda sistemit kishte zbuluar rrjetin e tyre dhe po e përdorte këtë informacion për të ndërtuar një rast kundër tyre. Ai u përpoq të mohonte gjithçka, por e dinte se ishte vetëm çështje kohe para se të gjithë të arrestoheshin. Atë natë, ai shkoi në apartamentin e fshehtë dhe i paralajmëroi Agimin dhe Verën. Ata diskutuan për orë të tëra se çfarë të bënin, të iknin, të mohonin gjithçka, apo të pranonin dhe të shpresonin për mëshirë. Por në fund, ata arritën në një përfundim të dhimbshëm, e vetmja mënyrë për të shpëtuar Teodor Laçon ishte që ata të sakrifikonin veten. Nëse ata do të pranonin se kishin vepruar vetëm, se Laço nuk dinte asgjë për veprimet e tyre, atëherë ndoshta ai do të mbetej i paprekur. Ishte një vendim i tmerrshëm, por ishte i vetmi vendim që kishte kuptim. Kështu që ata shkruan një letër të përbashkët duke pranuar se kishin formuar një grup të palishëm, se kishin ndryshuar raporte, se kishin vepruar kundër interesave të partisë, por se kishin bërë gjithçka pa dijen e Teodor Laços. Letra u dorëzua dhe brenda një jave të tre u arrestuan. Teodori nuk mësoi për këtë menjëherë, sepse askush nuk ia tha. Ai vazhdoi të punonte në arkiva, duke mos ditur se tre njerëzit që e kishin mbrojtur në heshtje sapo kishin humbur gjithçka për të. Kur më në fund mësoi, ishte shumë vonë për të bërë gjë kundi. Ai shkoi në shtëpi atë natë dhe qau për herë të parë në vite, duke kuptuar se çmimi i mbijetesës së tij ishte jetët e të tjerëve. A mund të jetonte me këtë fajsi? A mund të vazhdonte të shkruante, duke ditur se çdo fjalë që ai shkruante ishte e mundur vetëm sepse dikush tjetër kishte paguar çmimin? Apo kjo ishte thjesht realiteti i jetës në diktaturë, ku mbijetesa gjithmonë vinte me një çmim që askush nuk donte ta paguante? Pas arrestimit të tre mbrojtësve të tij, Teodor Laço hyri në një periudhë që mund të përshkruhet vetëm si një vdekje e ngadaltë e shpirtit. Ai vazhdoi të shkonte në punë çdo ditë, por nuk shkruante më. Ai ulej në zyrën e tij në arkiva, shikonte dosjet e vjetra dhe nuk bënte asgjë. Kolegët e tij e shihnin se diçka kishte ndryshuar, por askush nuk guxonte të pyeste. Lule përpiqej të fliste me të, por ai ishte bërë i heshtur, i largët, sikur një pjesë e tij kishte vdekur dhe vetëm trupi vazhdonte të lëvizte. Në këtë periudhë, shëndeti i tij u përkeqësua edhe më shumë. Dhimbjet në gjoks u bën më të shpeshta, dridhja e duarve më e dukshme, dhe shpesh ai nuk mund të flinte për ne të tëra. Por ai refuzonte të shkonte te mjeku, sepse e dinte se nëse diagnostikohej zyrtarisht me një sëmundje serioze, do të detyrohej të largohej nga puna, dhe puna ishte e vetmja gjë që ende e mbante të lidhur me realitetin. Një ditë, ndërsa po punonte në arkiva, ai gjeti diçka që e bëri të ndalonte, dosjen e tij personale, dosjen që sigurimi mbante për të. Ai nuk duhej ta kishte qasje në këtë dosje, por dikush e kishte lënë atje, ndoshta gabimisht, ndoshta me qëllim. Ai e hapi me duar që i dridheshin dhe filloi të lexonte. Ajo që gjeti atje e trondit, raportet të detajuara për çdo takim që ai kishte pasur, për çdo bisedë që ai kishte bërë, për çdo skenar që ai kishte shkruar. Kishte analiza të hollësishme të punës së tij, ku çdo fjalë interpretohej për kuptime të fshehura, ku çdo personazh analizohej për ngjashmëri me figura reale.
Kishte edhe diçka më të frikshme, lista e njerëzve që kishin raportuar për të, kolegë që ai konsideronte miq, njerëz që ai besonte. Ai pa emra që nuk I kishte pritur kurrë, njerëz që I kishin buzëqeshur në fytyrë dhe pastaj kishin shkruar raporte për të pas shpinë. Por më e dhimbshme ishte kjo, në fund të dosjes kishte një shënim të shkruar me dorë nga një zyrtar I lartë, që thoshte: subjekti është I talentuar por I paqëndrueshëm ideologjikisht. Të mbahet në vëzhgim të vazhdueshëm. Nëse vazhdon në këtë drejtim, të merren masa. Teodori e mbylli dosjen dhe ul në karrige, duke u ndjerë sikur bota po rrotullohej rreth tij. Ai e kuptoi atë moment se gjithçka që ai kishte bërë, çdo përpjekje për të mbrojtur artin e tij, çdo kompromis që ai kishte bërë, kishte qenë e kollë. Ata e kishin ditur gjithmonë se çfarë po bënte ai, ata e kishin lejuar të vazhdonte vetëm sepse ishte më e dobishme ta mbajnë nën kontroll se sa ta arrestojnë. Ai nuk ishte një artist I guximshëm që po luftonte sistemin, ai ishte thjesht një mjet që sistemi po e përdorte për qëllimet e veta. Kjo zbulim e theu diçka thelbësore në të, diçka që nuk do të riparohej kurrë. A mund të vazhdonte të jetonte duke ditur këtë të vërtetë? A mund të vazhdonte të shkruante, duke ditur se çdo fjalë që ai shkruante ishte nën kontrollin e atyre që ai urrente? Apo ishte koha të ndalonte, të pranonte humbjen dhe të jetonte thjesht si një hije e njeriut që kishte qenë dikur? Për herë të parë në 35 vjet, njeriu që ishte përgjegjës për arkivat personale të Teodor Laços pranon të flasë përpara kamerave. Ajo që na tregon për javët e fundit të karrierës së tij në kinostudio do të përmbysë gjithçka që mendoni se dini. Nga bisedat private mes Laços dhe gruas së tij Lule, te planet e dëshpëruara për të shpëtuar dorëshkrimet e fshehura, te momenti kur ai kuptoi se gjithçka kishte mbaruar. Një dëshmi ekskluzive që do t'ju mbaj me frymën pezull. Ky njeri, që sot jeton në një apartament të vogël në periferi të Tiranës, ka ruajtur për dekada një kuti metalike me letra që Laço I kishte besuar atij në ditët e fundit të punës në arkiva. Në këto letra, të shkruara me një dorëshkrim që dridhej gjithnjë e më shumë, Teodori kishte lënë një testament të fshehtë, emrat e të gjithë atyre që e kishin tradhtuar, por edhe emrat e atyre që e kishin mbrojtur. Ai kishte shkruar për projektin e tij të pafinalizuar, filmin që nuk u realizua kurrë, historinë që do të kishte qenë kryevepra e tij, por që cenzura e vrau para se të lindte. Dhe më e rëndësishmja, ai kishte shkruar për vendimin që mori në dhjetor të vitit 1981, vendimin që do ta ndryshonte rrugën e jetës së tij përgjithmonë. Çfarë shkroi ai në ato letra? Çfarë sekreti aq të rëndësishëm mbante që nuk guxoi t'ia thoshte as Lules? Dhe pse ky njeri vendosi të flas tani, pas aq vitesh heshtje? Në muajt që pasuan zbulimin e dosjes së tij personale, Teodor Laço filloi të ndryshonte në mënyra që askush nuk I kuptonte plotësisht. Ai nuk shkonte më në zyrë çdo ditë, por vetëm kur ishte absolutisht e nevojshme. Ai kalonte orë të tëra duke ecur nëpër rrugët e Tiranës, duke vëzhguar njerëzit, duke dëgjuar bisedat e tyre, sikur po përpiqej të gjente diçka që kishte humbur. Lule e pyeste se çfarë po kërkonte, por ai thjesht thoshte: po përpiqem të kujtoj se si ishte të ndjehesh I lirë. Në këtë periudhë, ai mori një vendim që do ta ndiqte për pjesën tjetër të jetës së tij. Ai vendosi të shkruante një libër, jo një skenar për film, por një roman që do të tregonte të vërtetën për jetën nën diktaturë, për artistët që ishin detyruar të zgjedhin mes artit dhe mbijetesës, për çmimin që paguhej çdo ditë për të mbajtur një grimcë dinjiteti. Por ai e dinte se ky libër nuk mund të botohej në Shqipëri, se nëse dikush do ta lexonte, ai do të arrestohej menjëherë. Kështu që ai vendosi ta shkruante në fshehtësi absolute, pa ia treguar askujt përveç Lules. Çdo natë, pas mesnatës, kur rrugët ishin të zbrazta dhe askush nuk po vëzhgonte, ai ulej në tavolinë në dhomën e tyre të gjumit dhe shkruante. Shkruante për personazhe që ishin versione të fshehura të njerëzve që kishte njohur, për ngjarje që ishin ndodhur por që askush nuk guxonte t'i përmend, për ndjenjat që ai kishte mbajtur të fshehura për dekada. Dorëshkrimi I tij dridhej gjithnjë e më shumë dhe shpesh duhej të ndalonte për të marrë tableta për dhimbjen në gjoks, por ai vazhdonte. Lule qëndronte zgjuar me të, duke I sjell çaj, duke e mbajtur për dore kur dhimbja bëhej shumë e fortë, duke lexuar faqet që ai kishte shkruar dhe duke qarë në heshtje. Ajo e dinte se burri I saj po shkruante testamentin e tij, se ai po linte pas diçka që do të mbijetonte edhe kur ai të mos ishte më. Por ajo gjithashtu e dinte se çdo fjalë që ai shkruante e afronte më shumë me fundin, se trupi I tij nuk mund të duronte këtë presion për shumë kohë. Një natë, ajo I tha: "Teodor, ndaloje. Kjo po të vredh."
Ai e shikoi me sy që ishin plot lodh dhe tha, nëse ndaloj, atëherë ata fituan. Dhe unë nuk mund ta lejoj këtë. A ishte kjo guxim apo ishte vetë shkatërim? Apo shkruante ai për të ardhmen apo thjesht po përpiqej të gjente kuptim në një jetë që kishte humbur çdo kuptim tjetër? Në pranverën e vitit 1988, ndërsa era e ndryshimit po fillonte të fryjë në Evropën lindore, Teodor Laço mori një ftesë të papritur. Ai u ftua të merrte pjesë në një konferencë ndërkombëtare për kinematografinë në Beograd. Ishte hera e parë në dekada që ai do të lejohej të udhëtonte jashtë Shqipërisë dhe kjo e befasoi. Pse tani? Pse pas gjithë atyre viteve izolimi, papritur ai po lejohej të shkonte? Ai e diskutoi me Lulen dhe ajo ishte e dyshimt, ndoshta duan të testojnë, të shohin nëse do të ikësh, nëse do të kërkosh azil. Teodori e dinte se kjo ishte e mundur, por ai gjithashtu e dinte se nëse refuzonte, do të dukej si dikush që kishte diçka për të fshehur. Kështu që ai pranoi, por me një plan të fshehtë. Ai do të merrte me vete një kopje të dorëshkrimit të romanit të tij, të fshehur në fundin e çantës së tij, dhe nëse do të gjente një mënyrë, do të përpiqej ta linte atje, në duart e dikujt që mund ta botonte në perëndim. Ishte një plan i rrezikshëm, sepse nëse zbulohej në dogan, ai nuk do të kthehej kurrë në shtëpi. Por Teodori ndjeu se kjo ishte shansi i tij i vetëm për të siguruar që puna e tij do të mbijetonte. Në aeroport, para se të nisej, Lule e përqafoi dhe i përshpëriti, mos u kthe nëse nuk është e sigurt. Unë do të kuptoj. Por Teodori e puthi dhe tha, unë do të kthehem. Premtoj. Udhëtimi në Beograd ishte i çuditshëm për të, sepse ishte hera e parë që ai shihte një vend socialist tjetër, një vend ku njerëzit flisnin më lirshëm, ku atmosfera nuk ishte aq e rëndë sa në Shqipëri. Në konferencë, ai takoi skenar dhe regjisor nga vende të ndryshme dhe për herë të parë në jetën e tij, ai mund të fliste për artin pa pasur frikë se dikush po e dëgjonte për ta raportuar. Një mbrëmje, ai takoi një botues italian që ishte atje për të kërkuar dorëshkrime të reja nga Evropa lindore. Teodori e ftoi për një kafe dhe pas një bisede të gjatë, ai i tregoi për romanin e tij. Botuesi u interesua menjëherë dhe i tha, nëse mund ta sjellësh, ne do ta botojmë. Teodori shkoi në dhomën e tij të hotelit, nxori dorëshkrimin nga çanta dhe për një moment mbeti i palvizur. Nëse e jepte, nuk do të kishte kthim pas. Nëse e mbante, shansi mund të mos vinte kurrë më. Ai vendosi. Ai ia dha dorëshkrimin botuesit dhe i tha, mos e botoni me emrin tim derisa të jem i sigurt. Por premtoni se do ta botoni. Botuesi premtoi dhe Teodori u kthye në Shqipëri me një ndjenjë të çuditshme, lehtësim dhe frikë në të njëjtën kohë. Ai kishte bërë diçka që nuk mund të zhbëhej dhe tani duhej të jetonte me pasojat. A ishte ky një akt heroizmi apo thjesht një akt dëshpërimi? Dhe çfarë do të ndodhte kur romani do të botohej dhe emri i tij do të shfaqej në kopertinë? Kur Teodor Laço u kthye nga Beogradi, ai gjeti një Shqipëri që po fillonte të ndryshonte, por aq ngadalë sa ndryshimi ishte pothuajse i padukshëm. Ishin vitet e fundit të regjimit të Enver Hoxhës dhe megjithse diktaturi ende mbante kontrollin e plot, kishte një ndjenjë në ajër se diçka po çahej, se sistemi po fillonte të këputej nga brenda. Teodori e ndjeu këtë, por gjithashtu e dinte se ndryshimi i vërtet do të vinte shumë vonë për të. Shëndeti i tij po përkeqësohej me shpejtësi alarmante. Dhimbjet në gjoks ishin bërë të përditshme dhe mjeku që ai më në fund kishte pranuar të vizitonte në fshehtësi i kishte thënë se zemra e tij ishte e dëmtuar seriozisht, se ai duhej të pushonte plotësisht nga puna, se nëse vazhdonte në këtë ritëm, nuk do të jetonte shumë më gjatë. Por Teodori nuk mund të pushonte. Ai kishte filluar një projekt të ri, një skenar për një film që do të quhej Heshtja, një histori për një shkrimtar që jeton në diktaturë dhe që duhet të zgjedhë mes të folurit dhe mbijetesës. Ishte skenari më personal që ai kishte shkruar ndonjëherë dhe ai e dinte se nuk do të miratohej kurrë, por ai e shkruante gjithsesi, sepse duhej ta shkruante. Në këtë periudhë, ai gjithashtu filloi të takohej me një grup të vogël shkrimtarësh të rinj që po fillonin të sfidojnë sistemin në mënyra të vogla, të kujdesshme. Ata e respektonin Laçon si një figurë legjendare, si dikush që kishte mbijetuar dekada në presion dhe ende kishte ruajtur integritetin e tij artistik. Ai u jepte këshilla, u tregonte se si të lundronin mes rreziqeve, se si të shkruanin në mënyrë që të kalonin cenzorin, por që ende të mbanin kuptimin e vërtetë. Por ai gjithashtu i paralajmëroi, mos bëni gabimet që bëra unë. Mos sakrifikoni gjithçka për art, sepse në fund, arti nuk do t'ju shpëtojë.
Këta të rinj nuk e kuptuan plotësisht se çfarë donte të thoshte, por vite më vonë, kur do të shihnin se çfarë i kishte kushtuar Laços karriera e tij, ata do ta kuptonin. Një mbrëmje, ndërsa po fliste me një nga këta shkrimtar të rinj, Teodori ndjeu një dhimbje aq të fortë sa ra nga karriga. Të rinjt e çuan menjëherë në spital dhe atje mjekët i thanë Lules se burri i saj kishte pësuar një atak të lehtë në zemër, se ai duhej të qëndronte në spital për javë të tëra, se ai nuk mund të kthehej në punë për një kohë të gjallë. Lule qau, por Teodori thjesht buzëqeshi dhe tha, të paktën tani kam një arsye për të mos shkuar në zyrë. Por në thellësi, ai e dinte se kjo ishte fillimi i fundit, se trupi i tij po dorëzohej dhe se koha që i kishte mbetur po shkurtohej me shpejtësi. A kishte arritur të bënte mjaftueshëm? A do të kujtohej për atë që kishte shkruar, apo do të harrohej si aq shumë të tjerë që kishin jetuar dhe vdekur në diktaturë pa lënë gjurmë? Në vitet e 90, pas rënies së regjimit komunist, Teodor Laço u gjet në një pozitë të çuditshme. Ai ishte një nga figurat e pakta të kulturës shqiptare që kishte mbijetuar tranzicionin me reputacionin e tij të paprekur. Shumë prej kolegëve të tij ishin ekspozuar si bashkëpunëtor të sigurimit, të tjerë ishin akuzuar për të qenë propagandistë të regjimit, por Laço doli i pastër. Dosjet e sigurimit që u hapën treguan se ai kishte qenë nën survejim të vazhdueshëm, por nuk kishte asnjë provë se ai kishte bashkëpunuar vullnetarisht. Përkundrazi, dosjet tregonin se ai kishte qenë i konsideruar si i paqëndrueshëm ideologjikisht dhe se kishte qenë i mbrojtur vetëm nga talenti i tij i jashtëzakonshëm. Kjo zbulim e bëri Laçon një hero për gjeneratën e re, një simbol të rezistencës së fshehtë, të artit që kishte mbijetuar edhe nën presionin më të madh. Por vetë Teodori nuk e ndjente veten hero. Ai e dinte se ai kishte bërë kompromise, se ai kishte heshtur kur duhej të fliste, se ai kishte shkruar gjëra që nuk i besonte vetëm për të mbijetuar. Kur gazetarët e pyesnin për vitet e diktaturës, ai jepte përgjigje të kujdesshme, duke mos akuzuar askënd drejt për drejt, duke mos pretenduar se kishte qenë më i guximshëm se sa ishte në të vërtetë. Në vitin 1994, romani i tij që ai kishte dhënë botuesit italian në Beograd u botua më në fund, me titullin Heshtja që flet. Libri u prit me interes të madh në perëndim dhe u përkthye në disa gjuhë. Kritikët e lavdëruan si një dëshmi të fuqishme për jetën nën totalitarizëm, si një vepër që tregonte se si arti mund të mbijetojë edhe në kushtet më të vështira. Por në Shqipëri, reagimi ishte i ndarë. Disa e shihnin si një vepër të rëndësishme që më në fund tregonte të vërtetën, të tjerë e akuzonin se Laço po përpiqej të paraqitej si viktimë kur në të vërtetë ai kishte përfituar nga regjimi. Teodori nuk u përgjigj këtyre akuzave. Ai thjesht vazhdoi të jetonte jetën e tij të qetë, duke shkruar, duke takuar shkrimtar të rinj, duke përpjekur të gjente kuptim në një botë që kishte ndryshuar aq shumë sa ai mezi e njihte. Lule ishte ende pranë tij, por ajo gjithashtu po plakej, po lodhej dhe shpesh ata dy uleshin në heshtje, duke mbajtur njëri tjetrin për dore, duke mos pasur nevojë të flisnin sepse kishin jetuar gjithçka së bashku. Në vitin 2000, Teodor Laço u nderua me çmimin kombëtar për kontributin në kulturën shqiptare. Në ceremoninë e ndarjes së çmimit, ai mbajti një fjalim të shkurtër ku tha: "Unë nuk jam hero. Unë jam thjesht dikush që përpiqej të shkruante të vërtetën në një kohë kur e vërteta ishte e rrezikshme. Dhe nëse diçka nga ajo që shkrova ka mbijetuar, nuk është për shkak të guximit tim, por për shkak të njerëzve që më mbrojtën kur unë nuk e dija, dhe për shkak të gruas time që më mbajti gjallë kur unë doja të dorëzohesha." Salla shpërtheu në duar trokitje, por Teodori nuk buzëqeshi. Ai e dinte se çmimi kishte ardhur shumë vonë, se shumë prej atyre që meritonin të nderohen nuk ishin më gjallë për ta parë këtë ditë. A ishte kjo drejtësi apo thjesht një mënyrë për shoqërinë të pastronte ndërgjegjen e saj? Vitet e fundit të jetës së Teodor Laços ishin të shënuara nga një paqe të çuditshme, një lloj pranimi që vjen vetëm kur dikush e kupton se betejat e mëdha janë luftuar dhe se tani mbetet vetëm të jetohet me dinjitet atë që ka mbetur. Ai nuk shkruante më skenar për filma, sepse industria e filmit në Shqipëri kishte ndryshuar aq shumë sa ai nuk e njihte më. Filmat e rinj ishin të ndikuar nga Hollywoodi, nga stilet perëndimore dhe Teodori nuk kishte dëshirë të përshtatet me këto ndryshime. Por ai vazhdonte të shkruante, kryesisht ese dhe kujtime, duke reflektuar mbi jetën e tij, mbi njerëzit që kishte njohur, mbi kohën që kishte jetuar. Në vitin 2010, ai botoi një libër kujtimesh me titullin Fjalët që nuk thash, ku tregonte histori që nuk kishte guxuar t'i tregonte më parë, për miq që kishin zhdukur, për projektet që nuk u realizuan kurrë, për momentet kur ai kishte qenë aq afër të dorëzohej, por kishte gjetur forcë për të vazhduar.
Libri u shit mirë dhe shumë lexuesi shkruan letra duke e falendëruar për sinqeritetin e tij, për guximin e tij për të folur për gjëra që shumë të tjerë ende heshnin. Por Teodori nuk ndjente se kishte qenë i guximshëm. Ai ndjente se kishte qenë thjesht i sinqert dhe se sinqeriteti nuk duhej të ishte aq i rrallë sa të konsiderohej guxim. Në vitin 2015, Lule u sëmur seriozisht dhe Teodori kaloi muajt e fundit të jetës së saj pranë saj, duke kujdesur për të, duke lexuar për të, duke i kujtuar ditët e tyre të para kur ishin të rinj dhe bota duke i plot mundësi. Kur ajo u largua nga kjo botë, Teodori ndjeu se një pjesë e tij kishte vdekur me të. Ata kishin qenë së bashku për më shumë se 50 vjet dhe ajo kishte qenë jo vetëm gruaja e tij, por edhe shpirti i tij, forca e tij, arsyeja e tij për të vazhduar. Pas vdekjes së saj, ai u bë edhe më i heshtur, edhe më i tërhequr dhe miqtë e tij filluan të shqetësoheshin se ai po humbisnin dëshirën për të jetuar. Por Teodori nuk po humbisnin dëshirën për të jetuar, ai thjesht po priste. Ai e dinte se koha e tij po vinte dhe ai ishte i qetë me këtë. Ai kishte jetuar një jetë të gjatë, një jetë të vështirë, por një jetë që kishte pasur kuptim. Ai kishte shkruar, ai kishte krijuar, ai kishte lënë diçka pas që do të kujtohej. Dhe kjo ishte mjaft. Në dhjetor të vitit 2016, Teodor Laço u largua nga kjo botë në moshën 80 vjeçare, në shtëpinë e tij në Tiranë, i rrethuar nga fëmijët dhe nipërit e tij. Rrugëtimi i tij kishte qenë i gjatë dhe i vështirë, por ai e kishte përfunduar me dinjitet. Pas largimit të tij, u zbulua se ai kishte lënë pas një arkiv të madh dorëshkrimesh, skenarësh të paralizuar dhe letrave që ai kishte shkruar por nuk kishte dërguar kurrë. Në këto materiale, studiuesit gjetën një pasuri informacioni për jetën kulturore në Shqipërinë komuniste, për betejat e fshehta që artistët luftonin çdo ditë, për çmimin që paguhej për të mbajtur një grimcë lirie në një shoqëri totalitare. Filmat që ai kishte shkruar vazhdojnë të shihen edhe sot dhe shumë prej tyre janë konsideruar klasik të kinematografisë shqiptare. Gjenerata të reja zbulojnë punën e tij dhe habiten me aftësinë e tij për të treguar të vërtetën në mënyra që ishin aq të fshehura sa cenzorët nuk i kuptonin, por që publiku i ndjente thellë. Romani i tij, Heshtja që flet, është studiuar në universitete në të gjithë botën si një shembull i letërsisë së rezistencës, si një vepër që tregon se si arti mund të mbijetojë edhe nën presionin më të madh. Por ndoshta trashëgimia më e rëndësishme e Teodor Laços nuk është në filmat apo librat që ai la pas, por në shembullin që ai dha për atë se çfarë do të thotë të jesh artist në kohë të vështira. Ai nuk ishte një hero në kuptimin tradicional, ai nuk luftoi me armë, ai nuk bëri fjalime revolucionare. Por ai luftoi në mënyrën e tij, me fjalë, me histori, me personazhe që flisnin për atë që njerëzit nuk guxonin të thonin me zë të lartë. Ai bëri kompromise, por nuk humbi veten. Ai heshti kur duhej, por gjeti mënyra për të folur kur ishte e mundur. Dhe në fund, ai la pas një trup pune që dëshmon se edhe në errësirën më të thellë, drita e artit mund të vazhdojë të shkëlqejë. Sot, kur shikojmë mbrapa në jetën e Teodor Laços, ne shohim një njeri që jetoi në një kohë kur zgjedhjet ishin të vështira dhe pasojat ishin të rënda. Ne shohim një njeri që donte të shkruante të vërtetën, por që jetonte në një shoqëri ku e vërteta ishte e rrezikshme. Ne shohim një njeri që donte të ishte i lirë, por që jetonte në një vend ku liria nuk ekzistonte. Dhe megjithatë, ai gjeti mënyra për të qenë besnik ndaj artit të tij, për të ruajtur integritetin e tij, për të lënë pas diçka që do të mbijetonte edhe kur ai të mos ishte më. Historia e tij na kujton se arti nuk është vetëm për kohët e mira, por edhe për kohët e këqija. Që krijimtaria nuk është vetëm për ata që jetojnë në liri, por edhe për ata që duhet të luftojnë për çdo fjalë që shkruajnë. Që dinjiteti nuk është diçka që të jepet, por diçka që duhet të mbrohet çdo ditë, me çdo zgjedhje të vogël që bëjmë. Por ka ende pyetje që mbeten pa përgjigje. Çfarë ndodhi me projektin e tij të fundit, skenarin Heshtja, që ai nuk e përfundoi kurrë? Kush ishin njerëzit që e tradhtuan dhe a jetojnë ata ende me fajsinë e asaj tradhtie? Dhe më e rëndësishmja, çfarë do të kishte shkruar Teodor Laço nëse do të kishte jetuar në një kohë kur nuk do të duhej të fshite të vërtetën, kur nuk do të duhej të luftonte me cenzor, kur do të mund të shkruante lirshëm për gjithçka që ndjente? Këto janë pyetje që ne nuk do t'i dim kurrë përgjigjet, por që na kujtojnë se çdo artist që jeton në shtypje është një artist që na është vjedhur diçka, një zë që nuk e kemi dëgjuar plotësisht, një histori që nuk është treguar kurrë ashtu siç duhej të tregohej. Të nderuar shikues, nëse keni ndjekur këtë histori tragjike deri në fund, shkruani në komente nga cili qytet jeni. Na është e rëndësishme të dimë ku Teodor Laço ende kujtohet.
dhe abonohuni në kanal për të mos humbur të vërtetën për idhujt e historisë.